Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Ndryshimet e mundshme në kodin zgjedhor mbeten në qendër të diskutimit edhe këtë të premte. Pas intervestimit të përfaqësuesve të BDI-s dhe të koalicionit Blen, ku ata shpalosën qëndrimet e tyre partijake për këtë çështje, sonte vijojmë debatin me përfaqësuesit e Aleancës për shqiptarët të udhëhequr nga Ziadin Sela për të thelluar diskutimin mbi modelin më të përshtatshëm zgjedhor dhe zhvillimet e fundit në skenën politike. I ftuar në studio është nënkryetari i ASH-s Remzi Mehmeti. Me të do të flasim për propozimet konkrete të ASH-s lidhur me modelin e ri zgjedhor, respektivisht 1, 3, 6 apo 8 njësi zgjedhore dhe cili model sipas tyre garanton përfaqësim më të drejtë dhe më autentik të votës shqiptare. Po ashtu do të trajtojmë edhe çështje të tjera të rëndësishme politike, veçanërisht pozicionimin e ASH-s në opozit tashmë jashtë ombrellës së AKI-s, mundësinë e kyçjes në qeveri, kushtet eventuale për negociata si dhe zhvillimet e brendshme partijake para kongresit e paralajmëruar në pranverë. Pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranovat ftesën në këto momenti, i themi zotëri Mehmetit. Faleminderit që pranovat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Zotëri Mehmeti, cilat do të jenë përpozimet kryesore të ASH-s për modelin e ri zgjedhor? Më lejoni përpara se të filloj të përgjigjem në pyetjet tuaja, me që jemi në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit, t'i uroj të gjithë besimtarëve të besimit islam një agjerim të pranuar, agjerim të lehtë, shëndet të plot, harmoni dhe mirëqenie në familjet e tyre. Sa i përket çështjes së modeleve zgjedhore, Aleanca për shqiptarët në këtë temë ka dëshmuar konzistencën e saj, që prej vitesh ne në mënyrë të paluhatshme kemi propozuar modelin me 8 njësi zgjedhore. Ky model jeni të bindur se siguron përfaqësim më të mirë të votës shqiptare? Përveç që siguron përfaqësim më të mirë të votës shqiptare, ka edhe përparësi të tjera të cilat i kemi thënë paraqitje të tjera mund t'i themi edhe sonte kur t'jetë nevoja. ASH-ja e Selës braktisja AKI-n, por edhe sa gjatë kohë do të qëndrojë në opozit? Çështja e një subjekti politik se sa do të qëndrojë në opozit apo do të jetë pjesë e një qeverie të caktuar, gjithmonë varet nga rrethanat, nga dinamika e zhvillimeve dhe nga mbështetja e popullatës, dhe sidomos të atyre që janë pjesë e Aleancës për shqiptarët. Pyetja, keni takat për të qëndruar në opozit gjatë kohë? Ne kur jemi futur kësaj pune, nuk jemi futur për të bërë pjesë e ndonjë qeverie, por jemi futur për të zhvilluar politika progresive për shqiptarët, për qytetarët në përgjithësi, dhe ato politika mund të bëhen edhe duke qenë në opozit, dhe këtë ne e kemi dëshmuar në disa raste, më momente eklatante kemi rastin me Shtetsin. A ka vullnet, dëshirë dhe hapësirë ASH-ja e Selës të hyjë në qeveri? Shumë sinqerisht ju pyes. Ju thash, nuk është çështje dëshirash, është çështje e një analize të caktuar, e një oferte eventuale, të cilën ne nuk e kemi, të paktën unë nuk jam në dieni të kemi ndonjë ofertë, dhe pyetja kryesore tek ne, si Aleancë për shqiptarët, për pjesëmarrje apo jo, në qeveri është gjithmonë theksi bie tek ajo se çfarë mund të ndryshohet në të mirë të shqiptarëve dhe qytetarëve në përgjithësi në një pjesëmarrje eventuale. Dhe kur jemi duke analizuar këtë rrethana, me çfarë kushtesh ose propozimesh është i gatshëm të themi subjekti i Selës për të filluar negociatat për hyrjen në qeveri? Gjithmonë jemi duke folur për parimet, vijat e kuqe edhe kështu me radhë. Cilat janë ato propozimet konkrete të themi që mund t'ju urdhëroni? Janë thënë në disa raste edhe nga vetë lideri i Sela, por edhe nga eksponentë të tjerë të Aleancës për shqiptarët. Dhe ato janë? Sigurisht që është deblokimi i rrugës integruese për në Bashkimin Evropian, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në këto institucione, çështja që gjykata kushtetuese vendimet t'i merr me bazë interne të ardhmen, si dhe çështje të tjera të cilat janë seriozisht që stabilizojnë funksionimin politik të këtij shteti. Çështja eventuale të negociatave për hyrjen në qeveri, sa është e vërtetë se shpesh diskutohet brenda Aleancës së shqiptarëve ose Aleanca e Ziadin Selës në parti? Nuk ka. Unë personalisht si nënkryetari deri djeshëm i subjektit, tash antari Komisionit Qendror për mbarvajtjen e procesit të Kongresit, nuk është se kemi pasur ndonjëherë temë diskutimi. Këto që thoni ju janë bisedat që fliten në për kuluare të ndryshme, por jo brenda organeve të Aleancës për shqiptarët. Kur jemi duke përmendur Kongresin, çfarë pritet të ndodhë në Kongresin e kësaj partie në pranverë, nëse nuk jam gabim? Është Kongresi i rregullt,
i Aleancës për shqiptarët. Kemi filluar me punë, me antarësime, me bërjen e nëndekve, të dekve dhe deri në kongres. Ajo çfarë pritet një stabilitet i Aleancës për shqiptarët, pas tronditjeve të një pasnjëshme dhe të shumta që i ka pësuar në 2-3 vitet e fundit, shifet që kthehet një numër i konsiderueshëm i antarëve që kanë qenë më herët, të cilët kanë rënë edhe pre e një mjegulle dhe një sulmi mirë të koordinuar për të shkatruar Aleanca për shqiptarët. Por nga ana tjetër edhe deputeti juaj Ilir Demiri u largua nga ASH e Selas edhe u bë deputeti pavarur. Pyetja është, mos vallëdruani se mund të themi disa deputet të tjerë të ASH-s të largohen nga ASH-ja ndërkohë? Unë thash që kthehen antarë të devotshëm të Aleancës për shqiptarët. Doja të heqeni paralel. Largimi i deputetit në fjalë, unë nuk di më tepër se aq sa ka deklaruar ai në paraqitjen e tij të vetme që e pat publike pas asaj, dhe aty tuqen nuk e di se çfarë rrugë do të mbaj ai. Ndërsa sa u përket deputetëve të tjerë, ju i dini mirë se kush janë ato, janë njerëz me emër me mbiemër dhe kështu që nuk pres ndonjë surprizë të pakëndshme. Zotëri Mehmeti, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për gjitha këto. Jo, faleminderit. Urnani. Po të ndërruar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Përballë meje është zotëri Mehmeti, nënkryetari i ASH-s së Zjedin Selës. Ne vazhdojmë diskutimin për kodin e ri zgjedhor dhe në këtë drejtim zotëri Mehmeti do doja të pyesja se cili është qëndrimi i ASH-s, a duhet të ketë një kod tërësisht i ri zgjedhor apo vetëm të bëhen disa ndryshime parciale të kodit aktual zgjedhor? Shqipe, demokracia në parim është rregull. Dhe rregulla fillimisht për zhvillim të mirëfill demokratik të një shoqërie dhe të një shteti është vendosja e rregullave të përbashkëta se si do të zhvillohet loja politike. Element i rëndësishëm në këtë drejtim është vetë kodi zgjedhor, i cili parapërcakton rregullat të cilat duhet të arrihen gjithmonë në bazë të një konsenzusi më të gjerë të forcave politike. Sigurisht që Maqedonia e Veriut ka nevojë për ndryshim të rrënjësishëm të kodit zgjedhor. Komplet kod i ri zgjedhor, sidomos në pjesën që flasim për çështjen e njësive zgjedhore, sepse dim që ky kod aktualisht në këtë mënyrë si ndan njësitë zgjedhore është i padrejtë, sepse ndodh shpesh që në zona të caktuara të kemi mbingarkesë të popullsisë ose të trupit votues. Do të bisedojmë zotëri Mehmeti për këtë pjesë edhe pak më vonë, po do doja para se të futemi në brendësi të propozimeve tuaja, do doja të dije se cili person nga ASH-ja i ka emëruar në këtë grupin punues pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe ky grup i cili u formua pas një vonesësh prej 6-7 muajsh, nëse nuk jam gabim, dhe po urdhoni dhe kur pritet mbledhja? Janë dy deputetët e Aleancës për shqiptarët, zoti Elmi Aziri dhe zonja Ilire Dauti. Emrat e tyre janë të dërguar nga Aleanca për shqiptarët, por në bazë të informacioneve që unë kam ende nuk është mbledhur trupi punues për të mbajtur seancën e parë në këtë drejtim. Pse ku qëndron problemi? Nuk e di, nuk kam informacione, ajo nuk varet nga ne. Ne kemi dërguar emrat tonë, ajo varet nga ato të cilët duhet ta thirrin. Në këtë drejtim që jemi duke biseduar, ju prish juve punë si Aleanca për shqiptarët se cili do ta drejtoj grupin punues edhe pse ende nuk është thirrur mbledhja e parë. E them këtë duke marrë parasysh se para 2 javësh kryetari i Kuvendit Afrim Gashi shprehu interes për të udhëhequr këtë proces, por tha se mundet, tha është i gatshëm, por nuk është e domosdoshme ta udhëheqë këtë grup punues. Ju si mendoni, si e shihni këtë, si proces përshpejtues apo ndoshta keni propozim tjetër? Ne në parim jemi të thirrur nga ajo që më mirë një ligj i mirë se sa një pozicion, kështu që do se referohemi këtij parimi, edhe na intereson substanca e problemit, se sa kush do të udhëheqim. Atë zakonisht për të vendosur këto rregulla, gjithsesi kur flasim për kodin zgjedhor, duhet në substancë të ketë përparësi opozita për me pas më tepër qasje, sepse ajo është në pozicion ku duhet të ketë më tepër qasje në vendosjen e rregullave të lojës. Duke marrë parasysh se jemi duke biseduar për një dëshirë e kahmotshme të partive politike për të ndryshuar modelin aktual zgjedhor, në këtë drejtim a dini gjë nëse ekziston aktualisht një draft version fillestar i kodit të ri zgjedhor apo puna nis nga e para?
Unë nuk jam në dieni që ka ndonjë draft version. Na rezulton se intervista 1+1 më herët ka filluar me ti grumbulloj ose ti... Absolutisht ashtu i bjen duket. Të paktën unë nuk jam në dieni dhe nuk është që në partinë tonë ka ndonjë draft për ta parë në detaje se si mund të jetë propozimi. Ka ngelur në suazat të tyre deklaratave që u dhanë nga liderët e partive politike mbas atij takimit të liderëve që ishte javë më herët. Sa reale janë shanset që partitë të arrijnë konsenzus për një kod krejtësisht i ri zgjedhore, jo vetëm për ndryshime parciale? Ndryshimi i rrënjësishëm ose i tërësishëm i një kodi zgjedhor sigurisht që implikon më tepër faktor, më tepër ministri dhe do një kohë së paku 6 mujore në qoftë se punohet me një intensitet të caktuar për të arritur që të bëhet një ndryshim rrënjësor i kodit zgjedhor. Në qoftë se marrim të mirëqen nga deklarimet fillestare pas takimit të liderëve, u duk që ato kanë një farë konsenzusi midis tyre, flas për liderin e VMRO-s, Apasievin dhe zotin Ahmetit të BDI-s që ishte pjesë e atij takimi, por kjo nuk do të thotë se është arritur konsenzus me të gjithë subjektet tjera politike. Tash, a do të mund të arrihet apo jo, gjithmonë varet nga vullneti i mirë i të gjithë forcave politike, por edhe një farë harmonizimi. Për dallim nga BDI-ja dhe Bleni, ju pse mendoni se me 8 njësitë zgjedhore është më mirë të shpërndahet votat e qytetarëve, në veçantë gjithmonë flasim për votat e shqiptarëve, e jo në 1, 3 apo 6 njësitë zgjedhore që është diskutuar edhe më herët? Është temë të cilën ne kemi shtjelluar në shumë raste kur jemi paraqitur publikisht. Fillimisht ne për bazë me 8 njësitë zgjedhore e marrim ndarjen territoriale ashtu siç është veçmë e ndarë Maqedonia e Veriut në bazë të rajoneve për zhvillim të barabartë. Kjo mundëson që në secilën zonë të dalin aq deputet sa ka edhe trup votues. Në raste të tjera nuk ke nevojë për të bërë ndryshime të zonave zgjedhore, ashtu siç kemi pasur rastin me zonën 5 dhe me zonën 6 në një kohë kur Dibra ishte gjysma ande, gjysma këndeu, detyruan pastaj, kështu që numri i deputetëve vazhdimisht do të mund të ndryshojë për 1 apo për 2, varësisht prej numrit të popullsisë, gjithsesi prej raportit demografik të asaj zone të caktuar. Pra, nëse kuptova mirë, me 8 njësitë zgjedhore rritet numri i deputetëve shqiptar në kuvendin rritet numri i deputetëve shqiptar në kuvend, por përveç kësaj ky model që propozojmë ne ndikon edhe për zhvillimin dhe rritjen e vlerave më demokratike dhe peshës së deputetit që mund ta ketë në rolin e tij në parlamentet e ardhshme. Sepse mund të ndodhi, në qoftë se i ndajmë me 8 zona, kështu si propozon Aleanca për shqiptarët, do të jenë deputetët pavarësisht të kujt subjekti politik, me përkatësi të një zone të caktuar, do të mundet edhe me iniciativë të përbashkët, pavarësisht ngjyrave partijake se ku përkasin të ngrisin iniciativa të përbashkëta, të mbrojnë iniciativa të përbashkëta, të drejta të përbashkëta, me çka popullata, votuesi i asaj zone do të jetë më afër me deputetin dhe do të jenë më produktiv për votuesin. A do të thotë kjo se asheja e zgjedhjen Selës është e gatshme edhe për listat e hapura? Absolutisht po. Për listat e hapura në vazhdimsi ne kemi propozuar që duhet të jetë me 8 njësitë zgjedhore modeli dhe padyshim me lista të hapura, sepse vlerësojmë që ajo ndihmon shumë në demokratizimin e shoqërisë, në mënyrë të drejtpërdrejtë do të na tregojë vetë votuesi se cilin e kërkon për përfaqësues në shtëpinë ligjdhënëse, dhe e dyta demokratizon edhe vetë partitë politike mbrenda tyre, sepse në bazë të numrave se si do të marrin deputetët, në bazë të asaj do të dihet edhe pesha elektorale dhe fuqia e X politikani mbrenda strukturës. Me diasporën si do t'ja bëni, çfarë do të propozoni? Po ashtu Njësi veçantë? Është propozim i vazhdueshëm i yni që diaspora të përfshihet në mënyrë të drejtpërdrejtë në procesin zgjedhor këtu. Model më të parafort që mund ta implementojmë sipas analizës tonë është modeli i Kosovës, ku mundet përmes postës të votojnë drejtpërdrejt në zgjedhjet parlamentare dhe të tjera që i kemi këtu në Maqedoninë e Veriut. Jo si njësi e veçantë. Jo si njësi e veçantë, sepse në këtë mënyrë ne atëherë i përjashtojmë si kategori e veçantë, por ato nuk duhet të trajtuar si kategori e veçantë, sepse ato janë
gati se gjysma e popullsisë së Republikës Maqedonisë së Veriut janë njerëz që kapitalin e tyre kanë të investuar këtu, kanë shtëpit, kanë investimet e tjera, vinë për pushime nga 2 nga më tepër herë, investojnë kapital këtu, bëjnë shpenzime këtu, paguajnë tatimet këtu dhe ata duhet të kenë qasje të drejt për drejt në vendimmarrje se kush i përfaqëson ato në politikat parlamentare dhe më pas qeverisë. Por ky modeli proporcional, pa prag zgjedhor ose modeli Dontit e quhen, çfarë konkretisht parashikon dhe çfarë mendimi ju keni për këtë? Shikoj, modeli proporcional, modeli majoritar, formula e Dontit, formula me mbetjen më të madhe, janë disa mënyra që në shumë vende përdoren edhe të kombinuara, në disa vende përdoren një trajtshëm, domethënë sistemet janë të tilla që mund të përshtaten gjithmonë konform rrethanave politike, reale, demografike që i ka një shoqëri. Prandaj ne jemi të thirrur me propozimin për 8 njësi zgjedhore, sepse në analizat tona jo të vogla, por ndër vite që i kemi bërë me ekspertë edhe të jashtëm të kyçun, po edhe të brendshëm, na del që modeli me 8 njësi zgjedhore e përfaqëson më mirë edhe shoqërinë në përgjithësi në shtëpinë ligjvënëse, por edhe shqiptarët. Për dallim nga ju, për shembull, BDI-a mendon se me një njësi zgjedhore rritet numri i deputetëve shqiptar në kuvend. Ky nuk ka qenë qëndrimi i BDI-s në të kaluarën, sepse tema për mendojnë, analizojnë si ju flasim vite me radhë dhe gjithmonë. Pika e përbashkët e partive politike deri në këto momente që unë i kam intervistuar këtu në këtë studio, është se e vetmja gjë se jeni të hapur për lista të hapura. Po tek numri i njësive është pak më ndryshe. Unë dyshoj që edhe në këtë pikë jo të gjithë subjektet politike ndonë se në mënyrë deklarative e thonë këtë gjë, nuk e mendoj që e kanë seriozisht. Po të gjitha subjektet deri më tani jemi dëshmitar se bëjnë reforma të brendshme partijake, premtojnë shumë për elektoratin e tyre, kështu që ndoshta edhe nuk druan. Uroj që unë të jem gabim, le ta marrim të mirëqen në deklarimin e tyre që janë për lista të hapura dhe me që të gjithë janë, atëherë duhet të bëhet, nuk ka pse mos të bëhet. Për listat e hapura, por me numrin e njësive është. Cilat rekomandimet e OSBE ODIHR-it nga zgjedhjet e kaluara do të jenë po ashtu prioritet absolut në kodin e ri zgjedhor? Rekomandimet e OSBE ODIHR-it gati në çdo vit ose çdo pas zgjedhje, në çdo cikël kur mbaron zgjedhja kemi rekomandimet OSBE ODIHR-it, sepse kam qenë më herët edhe unë pjesë e këtyre komisioneve si përfaqësuesi i Aleancës për shqiptarët. Në të shumtën e rasteve shumica e tyre rekomandimeve akceptohen, kryesisht janë të natyrës teknike për afatin e ankesave dhe gjëra të tjera, por substanca e kodit zgjedhor është tek njësi zgjedhore dhe tek modeli me listat hapura apo me listat të mbyllura, sillet e formula pastaj e numrimit, atë që përmenda do të jetë me formulën e Dontit apo me mbetjen më të madhe apo ndonjë model tjetër, sepse ka pafund modele. Këto zakonisht arrihen me konsenzus të brendshëm të faktorit politik. Çfarë prisni ndryshime në financimin e partive politike dhe rregullat e fushatave zgjedhore? Çfarë do të propozoni ju në këtë drejtim? Nuk pres diçka specifike në këtë drejtim. Mendoj se ligji aktual në tërësi, sigurisht si çdo ligj tjetër që mund të ketë edhe mangësi të vetat, por në vitet e fundit me këtë model mendoj se partitë politike, sidomos ato më të fuqishmet, janë mirë të mbuluara me këtë ligj aktual mbi financimin, se sigurisht që partitë e vogla, ato që janë më të vogla, sidomos ato që janë jashtëparlamentare. Në zgjedhjet e kaluara kemi pasur një parti e cila ishte pak kënaqur nga. Po sigurisht që ka gjithmonë. A do të ketë ndryshime në kushtet për kandidatët e pavarur dhe pragun e pjesëmarrjes së tyre? Çfarë mendoni ju? Unë mendoj që në shërbim të demokracisë, duhet rregullat gjithmonë të jenë më liberale, mund të del gjithë secili dhe të shfaqi bindjen e vete, njëjtë si që kam mendimin edhe për subjektet politike, ndërsa pragu zgjedhor është ajo që më pas i definon forcat politike se deri në çfarë pike mund të kenë fuqinë e tyre për të vazhduar mandej apo për të zhbër apo për të bërë koalicion me ndonjë subjekt tjetër. Praktikisht jemi pro pragut zgjedhor, domethënë duhet të ketë një prag zgjedhor të saktuar,
për t'i shërbyer më së miri përfaqësimit të A do ta parashtroni në tavolinë edhe çështjen e censusit për zgjedhjen e presidentit dhe kryetarëve të komunave? Në këtë drejtim e kam edhe një nënpyetje tjetër se si është më mirë të zgjidhet presidenti në kuvent apo me votat e qytetarëve në zgjedhje? Në vlerësimin ton, gjithmonë duke marrë parasysh kompetencat që i ka presidenti i shtetit, ne gjithmonë jemi pro asaj që presidenti i vendit duhet të zgjidhet në parlament. Do të ishte edhe një shmangje e shpenzimeve, edhe do të ishte një situatë më e mirë për vetë Maqedoninë, për vetë kushtetutën e këtij vendi dhe për pozicionin e presidentit. Meqense kodi zgjedhor është ndryshuar rreth 40 herë në formë parciale, çfarë garancish ta ka tani që kjo nisma të rezultojë pozitivisht dhe që të ndryshojë thelbësisht kodin aktual zgjedhor? E them këtë duke marrë parasysh se edhe disa herë është biseduar për ndryshimet në kodin aktual zgjedhor. Grupi punues pranë Ministrisë së Drejtësisë është i formuar, po ende nuk ka filluar me punë. Nuk e dim tani cili është arsyeja që kemi vonesë, por ju çfarë garancish jepni si opozitë tani? Se do të jeni konstruktiv, është pyetja, po çfarë se? Jo, ne nuk mund të japim ne garanca për këtë punë, sepse ne jemi vetëm njëra nga forcat politike këtu. Po e thatë pak më herët se në opozitë mund të veproni në interes të... Padyshim që mund të ngriten kauza, mund të mbrohen kauza, mund të ketë propozime të shëndosha, por përveç asaj thamë dha që ndryshimet e kodit zgjedhor kryesisht bëhen kur ka një konsenzus më të gjerë midis faktorëve politik dhe ne nuk e kemi atë fuqi për të diktuar tempo të kësaj natyre në moment flas, edhe si rrjedhoj nuk mund të japim as garanca. Ne japim garanca për pjesën tonë që propozimin ton do të arrisim, do të përpiqemi të shtyjem që propozimi me 8 njësi zgjedhore të jetë definitivja, ajo që do të ngelin në ndryshimin e kodit zgjedhor. Dhe tani nëse nuk arrihet konsensus politik për këtë çështje, cili është skenari alternativ, shtyrja e reformas apo zgjedhje me rregullat ekzistuese, apo si e shihni ju edhe si politikan? Shëve, politika është ndër sferat me laramani më të madhe dhe me dinamik më të madhe të zhvillimit, kështu që sidomos tash në këtë vend dhe në këto rrethana të krijuara, është vështirë të parashikohet. Është vështirë të parashikohen gjërat, ne do të ndjekim me vëmendje të gjithë zhvillimet dhe ajo që mund t'ju garantoj unë në emën të Aleancës për shqiptarët dhe në emrin tim personal është se ashtu si gjithmonë ne do të mbrojmë ato qëndrime që janë në të mirë të shqiptarëve dhe të qytetarëve në përgjithësi dhe të vendit që i lehtëson rrugën drejt bashkimit evropian si nevojë imanente e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si që thamë, se duke marrë parasysh se ndryshimet në kodin zgjedhor kërkojnë konsenzus të gjerë politik, a do të ishit të gatshëm të merrni pjesë në një komision të veçantë të partive shqiptare për këto ndryshime, siç e paralajmëroi para 2 javë në këtë studio deputetja Evlenit Saranda Imeri Stafaj, për t'i precizuar dhe për të gjetur konsenzus në lidhje me modelin aktual zgjedhor, duke i përfshirë edhe këto numrin e njësive. Nuk e kam dëgjuar propozimin e deputetes në fjalë. Nuk e di për çfarë komisioni të veçantë të partive shqiptare, po. Unë e di dhe ju e dini dhe i dini gjithë opinioni që për temat të këtilla të rëndësishme ne veçmë e kemi tryezën e partive politike parlamentare shqiptare, që është ide e Aleancës për shqiptarët vite më herët dhe në atë tryezë gjithmonë ideja ka qenë që kur të vinë momente të këtilla të çështjeve që na tangojnë në përgjithësi, të ulemi në atë tryezë, kështu që për deputetën e fjalë një komision i atill, sepse nuk e di çfarë ide ka për komisionin kur flet, është adresa tryeza e partive politike parlamentare shqiptare. Tani dalë jashtë kësaj teme e kodit aktual zgjedhor, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pritet të hyjë së shpejti në procedurë parlamentare, të paktën para 2 javë, kështu paralajmëruar në këtë studio. Nëse miratohet, çfarë qëndrimi do të bëjë ASH-ja, duke qenë se konsiderohen si papranueshëm dhe nuk garanton përfaqësim të drejtë? Aleanca për shqiptarët është propozuese e ligjit për ligjit në fjalë, domethënë në fushatën e vitit 2020, njëra nga pikat kyçe të cilën ne kemi dalë
për të marrë vota ka qenë ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ky ligj tani që servohet, ndonë se unë ende nuk e kam parë në detaje, nuk më ka rënë në dorë që ta shoh në detaje se çfarë propozohet. I cili ka kaluar në komision ashtu, Venedikut lënë pozitivisht. për të dëshiruar, sepse paraprakisht nga gjykata kushtetuese neve e kemi tashmë të pezulluar të drejtën që të deklarojmë përkatësinë etnike. Dhe ky ligj në çfarë mënyre do të shërbejë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të gjithë etnive është shumë e dyshimt, sepse qëllimi ynë i propozimit të këtij ligji ka qenë ashtu si e kemi lancuar, e kemi trajtuar, e kemi shpjeguar me 10 herë në paraqitje publike, ka qenë që konform përqindjeve në bazë të regjistrimit në çdo komunë, në atë mënyrë të jenë të gjithë etnitë të përfaqësuara nëpër institucione edhe në kuptimin horizontal, edhe në kuptimin vertikal të përfaqësimit. Këto dilema do duhet me i prej derisa mrinë në kuvent, edhe të lexohet draft. Praktikisht ne përmes deputetëve tanë sigurisht që do të reagojmë rreth atyre pikave që nuk janë përputhje me ligjin tonë dhe më mërmenja që do të parashtrojmë edhe amandamente. Në kushte kur sipas kryeministrit Mickovski këtë vit thuhet se nuk do të ketë zgjedhje, cili është hapi i radhës së ASH-s, ku i shihni veten në opozit apo pozit dhe si planifikoni të ktheheni në pushtet? Shëve, do të ta themi sinqerisht që Aleanca për shqiptarët, sidomos në 3 vitet e fundit, është subjekti më i goditur nga lloj-lloj goditjesh të sinkronizuara, saqë ka arrit shpesh herë deri në atë pikën që të zhbëhet si subjekt politik, por sa pjesë të aleancës ka aktualisht? Por më lejoni të ta them idenë, por fal atyre njerëzve të cilët e themeluan, mbajtën, e ngritën deri në ato nivele, unë shoh tash në këtë proces disa javor që kemi filluar rreth ristrukturimit të brendshëm, unë shoh që për fat të mirë të tonin dhe për fat të keq të dashakëqinjve, Aleanca për shqiptarët le që nuk do zhduket, por do të kthehet edhe më e fuqishme se atë sa ka qenë përpara 3 apo 4 viteve përpara se të ndodhin ato sulme mirë të organizuara nga jashtë edhe nga brenda. Si dhe në çfarë forme dhe mënyrë mendoni të ktheheni më të fuqishëm? Me kyçjen e shumë njerëzve të cilët kanë qenë aty dhe prurjet të reja që duken gati në çdo vend. Jo them nga planifikoni ti ktheni ata të cilët janë larguar? Shëve, shumë nga ato që janë larguar janë edhe viktima të një propagande mirë të organizuar, saqë shpesh më ndodh të takoj njerëz prej asaj kategorie, të cilëve tashmë ju vjen keq që kanë hyrë në një lojë për të punuar kundër mundit të tyre. Dhe duan të kthehen disa madje, tjetër që po. Gjithë secili që ka kontribut, ka të drejtën të kthehet, që të vazhdojmë rrugtimin ashtu si e nisëm, përveç atyre pak njerëzve të cilët kanë qenë projektuesit për ta shkatruar. Kush është ai? Posa ata? Vazhdojmë më tuqe. Ato kanë emër dhe mbeemër dhe tashmë shifen qartë nga gjithë opinioni. Ishte e vështirë të thuhet përpara se të dalin gjërat sheshazi. Për karavanin? Absolutisht po. Kush i ka tash vulat? Procesi gjyqësor është në vijim sipër. 2 herë në gjykatën themelore i kemi fituar ne. Të drejtën morale në opinion, çdo ditë më tepër, po e fitojmë ne. Vendimi për së treti herë pritet së shpejtit jetë nga gjykata themelore, ku mbajmë bindjen, shpresën dhe besojmë që drejtësia të paktën në këtë çështje do ta jep provimin e vet për të rritur një çik nga ajo përqindja që është shumë ulët besueshmëria në opinion dhe përfundimisht vulat do të kthehen dhe do të jenë. Do t'i keni vulat para mbajtjes së kongresit? Nuk mund ta di, flasim për një sistem gjyqësor ku çështjet mund të zhagiten në mënyrë të paparashikueshme. Ne shpresojmë që sa më shpejt kjo punë të merr epilog, është më mirë edhe për skenën politike, edhe për Aleancën për shqiptarët, por edhe për shumë çështje të tjera. Madje konstatojmë që është tepër e stërziatur. Është tash shumë më herët të ketë epilog çështja gjyqësore mbi vulat. Tani më tregoni për kur masaktësisht është caktuar, ku mund të presin pranverë kongresin, çfarë ndryshime shpriten në kongres dhe
A janë liderët e partisë, faktikisht flas këtu për liderin, pra të gatshëm për kompromis në negociata? Me konform rregullave të statutit, në kohën e paraparë me statut e kemi shpallë Kongresin, që nënkupton se shpallja e Kongresit nënkupton që ngelet vetëm kryetari i partisë në ushtrim të detyrës dhe të gjithë organet e tjera bien, marrin role teknike, tash ne jemi në rol teknik, kemi bërë komisionin qendror për mbarvajtjen dhe mbikëqyrjen e tërë procesit zgjedhor të brendshëm. Fillojmë nga antarësimi, nga kuvendi në Ndegës, bërja në Ndegës, kuvendi i Degës, bërja e Degës dhe deri në Kongres. Po cilët do të jenë prioritetet kryesore politike? Vetë çështja e statutit, vetë çështja e Kongresit është çështje dinamike në vete, aq më tepër në rrethana të këtilla. Prandaj një datë të saktë sot nuk mund ta them si antari i Komisionit Qendror se në cilën datë të saktë do të jetë. Do të ketë 1-2 kandidatë për kryetar. Do të vinë, nuk e di, thash ende nuk ka arritur asnjë kandidaturë tek Komisioni Qendror sepse jemi në fazën e parë kur kemi caktuar vetëm koordinatorët dhe zëvendës koordinatorët e degëve dhe koordinatorët e nëndegëve. Tash fillon procesi i antarësimit dhe i bërjes së. Tani sipas statutit të kësaj partie, më permisoni, ka të drejtë zgjedhjen se të konkurrojë. Absolutisht po. Cilat janë prioritetet kryesore politike që do t'i vendosni para Kongresit? Jemi këtu duke biseduar, pak të shpalosim. Ne besoj që do të kemi, besoj fuqishëm që do të kemi vazhdimsi të atyre prioriteteve që i kemi pasur nga dita e themelimit. Sigurisht që ato prioritete janë të shumta, mbi të gjitha është përfaqësimi i shqiptarëve me dinjitet, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, vendosja e një shteti të së drejtës, përshpejtimi i rrugës për të integruar në Bashkimin Evropian, si dhe çështje të shumta të tjera ekonomike dhe sociale besoj do t'i keni. Absolutisht që po, të cilat e tangojnë këtë. Po gjatë kësaj periudhe do ta diskutoni edhe këtë mundësinë për kyçje në qeveri gjithmonë. Si jemi mësuar të shohim lloj rokadësh, kështu që çdo një parti, qoftë ajo në pushtet apo në opozit, paralajmëron se do t'i bashkangjitet dikush nga ana tjetër. Ju çfarë mendoni? Mendoj se skena politike në përgjithësi se si funksionon në vitet e fundit, e them me plot të drejtë që ndoshta është në gjendjen më të mjerueshme në kuptimin e organizimit politik të shqiptarëve. Kështu që sa më shumë që t'i vendojmë theks këtij elementi, aq më tepër do të bindemi se ajo klisheja për të marrë pjesë qeveri, por mos më marrë pjesë qeveri, gjithmonë më tepër humb kuptimin, por fillon në peshë kuptimi se një subjekt politik çfarë parimesh mbron, një subjekt politik përse duhet futet në qeveri dhe apo e zbatojmë atë që e tham në fillim se për neve është më e rëndësishme një liq i mirë se sa një pozicion i caktuar. Qofse këtu krijohen kushte që Aleanca për shqiptarët të jap kontributin e vet për të ndryshuar çështje në pikat që i fola në paraprakisht, në fillim po edhe në temën paraprake, atëherë ne mund ta shqyrtojmë pjesëmarrjen tonë, kuptimin e dhënies së kontributit. Ka sinjale, a e shihni ju si politikan se ka sinjale të tilla nga mazhoranca, nga pushteti në këto momente që ndoshta ju bojnë me dije indirekt? Ju ndoshta edhe lexoni edhe më mirë këto sinjale se unë, po ju pyes. Nuk e di, varet nga këndvështrimi. Unë mund të flas në këtë moment qofse do të kemi një ofertë konkrete dhe në bazë të asaj, sepse duhet të jem korrekt edhe me ju që bëni pyetjen, por edhe me opinionin që na ndjek, domethënë një ofertë konkrete për ta shtruar në tavolinë që ne ta kemi objekt diskutimi dhe mbi atë të vendosim çfarë bëjmë, nuk kemi të tillë, ndërsa me dinamikën e zhvillimeve këtu gjithçka është e mundshme, duke filluar nga zgjedhjet e shpejta të parakohshme, siç duket çdo ditë që ka tensione midis partnerëve të vetë koalicionit. Ata janë në proces të konsolidimit dhe shkrijes në një parti të vetme, nëse keni fjalën për koalicionin Blen. Nuk është vetëm ai problemi, shohim edhe probleme më të theksuara se aq, domethënë. Thuhet se këtë vit nuk do të ketë zgjedhjet e parakohshme në bazë të deklaratave të cilat ne i dëgjojmë nga kryeministri. Edhe këtë, deri në këto momente gjithmonë. Ne jemi duke konsoliduar Aleancën për shqiptarët dhe mbi prioritetet kemi
kthimin e aleancës për shqiptarët në fuqinë që kishte dhe më tepër se aq për të qenë ai strumbullari i politikave parimore rreth të cilave do të zhvillohen. E grumbulluar, nëse ju vjen oferta nga pushteti për fillim të negociateve, jeni të gatshëm për të rishikuar. Kjo është. Ne jemi në skenën politike dhe kemi obligim të rishikojmë dhe të shqyrtojmë cilën do qoftë ndodhi që ndodh, e lëre më një ofertë eventuale që mund vi drejt për drejt në adresën tonë. Por a do ta pranojmë apo s'do ta pranojmë? Kjo është çështje shumë. Zotri Mehmeti, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk ju kam pyetur, urdhënoni, minutat në vazhdim janë për ju. Jo, mundem vetëm të ju falenderoj për mundësitë që më dhanë. Ta shfrytëzoj mundësinë, me që jemi në proces të brendshëm të zgjedhjeve, ta apeloj tek të gjithë dashamirët e Aleancës për shqiptarët, por të gjithë shqiptarët, të gjithë ato që edhe mund të kemë qenë pjesë në një subjekti tjetër, por janë të zhgënjur, edhe ato që s'janë marrë kurrë me politikë, edhe ato që kanë qenë pjesë e jona dhe në një moment caktuar janë larguar nga X arsye, që të kthehen, të ndërtojmë një subjekt politik të fuqishëm, që mbron parimet dhe mendoj që është adresa më e mirë e mundshme se si mund të por jo edhe Taravarin, nuk e keni këtë për Taravarin. Mendoj se u përgjigja në atë pikë. Faleminderit që ishit pjesë në intervista 1+1. Faleminderit ju për mundësinë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme. Vazhdoni të qëndroni me programin ton.